Gjesti bën një plan me Loredanën, një lidhje e rreme për Lloyd. Gjatë një bisede të fshehtë në një cep të shtëpisë, Gjesti dhe Loredana duket se po kurdisin një strategji të re që mund të trazojë ujërat në Big Brother. Teksa u ulën pranë njëri tjetrit larg syve të banorëve të tjerë, Gjesti nisi të flasë me një ton serioz, duke i propozuar një ide interesante Loredanës. "Dëgjo," i tha ai, duke u siguruar që askush nuk po i dëgjonte, "kam një plan që mund të na çojë shumë larg në këtë lojë. Po të lidhemi bashkë, qoftë edhe për lojë, do të bëjmë bujë dhe do të marrim shumë vëmendje. Publiku do të flasë për ne dhe asnjë prej banorëve nuk do ta presë këtë." Loredana e shikoi me një buzëqeshje intriguese, por nuk u shpreh menjëherë. Ajo duke e intriguar nga ideja, por gjithashtu edhe skeptike për qëllimet e vërteta të Gjestit. "E ke seriozisht? Ti e di që unë nuk dua të përfshihem kot në gjëra të tilla," i tha ajo, duke ngritur vetullat. Gjesti, duke parë që ajo po e mendonte, u përpoq ta binte më shumë. Ai e siguroi se kjo do t'i ndihmonte të dy për të vazhduar lojën më gjatë dhe për të qëndruar në qendër të vëmendjes. "Shiko, edhe po e bëm, nuk është se po i detyrohemi askujt. Kjo është lojë dhe ne duhet ta luajmë mirë. Të gjithë këtu brenda janë duke bërë skema, kështu që pse të mos e bëjmë edhe ne? Do bëjmë si kur jemi çift, do krijojmë ca drama, do xhelozojmë të tjerët dhe bohem, jemi kryefjala e shtëpisë." Loredana u mendua për disa sekonda, pastaj e shikoi me një buzëqeshje të lehtë dhe tha, Më pëlqen si ide, por unë e dua lojën time të pastër. Se dia më hyn në punë një lidhje false. Gjithsesi, më lër ta mendoj dhe do të jap një përgjigje më vonë." Gjesti u duki kënaqur që ajo nuk e refuzoi menjëherë dhe buzëqeshi i sigurt. Por pyetja mbetet, a do të pranoj Loredana të bëhet pjesë e këtij plani? Dhe nëse po, si do të reagojnë banorët e tjerë kur të shohin një lidhje të papritur mes tyre? Drama sapo ka filluar. Momenti i shumë pritur mes Gjestit dhe Loredanës, shpreja e ndjenjave dhe një histori e re në horizont, pas shumë ngacmimesh, dyshimesh dhe lojrash mes tyre. Gjesti dhe Loredana më në fund vendosin të flasin hapur për ndjenjat që kanë për njëri tjetrin. Në një moment intim, larg syve të banorëve të tjerë, ata të dy ndajnë mendimet dhe emocionet e tyre, duke treguar një anë më të butë të marrëdhënies së tyre. Gjesti, i njohur për ironinë dhe lojrat e tij, kësaj here duket më i sinqert, ndërsa i drejtohet Loredanës me një ton më serioz. "Unë e kam parë gjithmonë që mes nesh ka diçka ndryshe," thot ai, duke e shikuar atë drejtë në sy. "Edhe pse kemi pasur momente ku jemi përplasur, e di që s'do të rrija aq afër teje nëse nuk do ndjeja diçka." Loredana buzëqesh, duke i sikur e kishte pritur prej kohësh këtë bisedë. Ajo merr guximin dhe i rrëfen Gjestit atë që ka ndjerë kohët e fundit. "Nuk e di si ndodhi," thot ajo me një ton të qetë. "Por e kuptova që më pëlqen të jem pranë teje. Nuk e mohoj më. Dhe jozi ai është e shkuara për mua. Tani jam e fokusuar këtu, në atë që po ndodh mes nesh." Gjesti e vë buzën në gaz dhe shikon drejt saj me një vështrim plot vetbesim. "E dija," thot ai, "më pëlqen që më pranon ashtu siç jam. Por a je gati të shohim si do ecë kjo histori këtu brenda?" Loredana, e cila shpesh ka qenë e rezervuar për ndjenjat e saj, këtë herë nuk stepet. Ajo i afrohet më shumë Gjestit dhe i tregon se tashmë nuk ka dyshime për atë që dëshiron. Banorët e tjerë kanë nisur të dyshojnë prej kohësh për afrimitetin mes tyre, por tani, pas këtij momenti, nuk ka më asnjë dilemë. Një lidhje e re mund të jetë duke u krijuar në shtëpi dhe mbetet për të parë nëse do të jetë e sinqert apo thjesht një lojë strategjike. Gjesti bën një plan me Loredanën, një lidhje e rreme për lojë. Gjatë një bisede të fshehtë në një cep të shtëpisë, Gjesti dhe Loredana duket se po kurdisin një strategji të re që mund të trazojë ujërat në Big Brother. Teksa u ulën pranë njëri tjetrit larg syve të banorëve të tjerë, Gjesti nisi të flasë me një ton serioz, duke i propozuar një ide interesante Loredanës. "Dëgjo," i tha ai, duke u siguruar që askush nuk po i dëgjonte, "kam një plan që mund të na çojë shumë larg në këtë lojë. Po të lidhemi bashkë, qoftë edhe për lojë, do të bëjmë bujë dhe do të marrim shumë vëmendje. Publiku do të flasë për ne dhe asnjë prej banorëve nuk do ta presë këtë." Loredana e shikoi me një buzëqeshje intriguese, por nuk u shpreh menjëherë.
Ajo duke e intriguar nga ideja, por gjithashtu edhe skeptike për qëllimet e vërteta të Gjestit. E ke seriozisht? Ti e di që unë nuk dua të përfshihem kot në gjëra të tilla, i tha ajo, duke ngritur vetullat. Gjesti, duke parë që ajo po e mendonte, u përpoq ta binte më shumë. Ai e siguroi se kjo do t'i ndihmonte të dy për të vazhduar lojën më gjatë dhe për të qëndruar në qendër të vëmendjes. Shiko, edhe po e bëm, nuk është se po i detyrohemi askujt. Kjo është lojë dhe ne duhet ta luajmë mirë. Të gjithë këtu brenda janë duke bërë skema, kështu që pse të mos e bëjmë edhe ne? Do bëjmë si kur jemi çift, do krijojmë ca drama, do xhelozojmë të tjerët dhe bohem, jemi kryefjala e shtëpisë. Loredana u mendua për disa sekonda, pastaj e shikoi me një buzëqeshje të lehtë dhe tha, "Hërmëm. Më pëlqen si ide, por unë e dua lojën time të pastër. Se dia më hyn në punë një lidhje false. Gjithsesi, më lër ta mendoj dhe do të jap një përgjigje më vonë." Gjesti u duki kënaqur që ajo nuk e refuzoi menjëherë dhe buzëqeshi i sigurt. Por pyetja mbetet, a do të pranoj Loredana të bëhet pjesë e këtij plani? Dhe nëse po, si do të reagojnë banorët e tjerë kur të shohin një lidhje të papritur mes tyre? Drama sapo ka filluar. Debat jashtër mes Rozanës dhe Danjës, akuza të forta dhe tension në shtëpinë e Big Brother. Gjakrat janë ndezur sërish, këtë herë mes Rozanës dhe Danjës, të cilat kanë pasur një përplasje të ashpër me akuza të drejtpërdrejta dhe ofendime të forta. Gjithçka nisi gjatë një bisede në kuzhinë, ku Rozana, e irrituar nga disa veprime të Danjës, vendosi të shprehë mendimin e saj pa doreza. Ajo e akuzoi Danjën se po e përdor trupin e saj për të tërhequr vëmendje dhe për të pasur ndikim në shtëpi. Ti vetëm për vëmendje je këtu. Gjithë ditën me rroba të ngushta, duke nxjerrë trupin dhe duke provokuar. Pastaj çuditesh pse të tjerët flasin për ty. Tha Rozana me një ton të ngritur, duke bërë që disa nga banorët e tjerë të kthenin kokën nga debati. Danja u ndje e fyer dhe nuk vonoi t'i përgjigjej, "Rozana, ti nuk ke të drejtë të më gjykosh. Unë vishem dhe sillem si të dua, nuk kam nevojë për lejen tënde. Nëse të shqetëson kaq shumë, mos më shiko." Por Rozana nuk u ndal këtu. Ajo e quajti Danjën të pamoralshme, duke nënkuptuar se mënyra e saj e të sjellurit nuk ishte e përshtatshme. Moralin as që e njeh. Ti je e gatshme të bësh gjithçka vetëm për të marrë pak vëmendje. Nuk e di si nuk të vjen turp, tha ajo, ndërkohë që tensioni sa vinte e rritej. Danja u acarua akoma më shumë dhe ju afrua Rozanës, duke i thënë me një ton të ashpër, "Ti je njeriu i fundit që mund të flas për moral këtu. Shiko veten tënde përpara se të më gjykosh mua." Disa nga banorët e tjerë ndërhyn për t'i ndarë dhe për të qetësuar situatën, por debati la pas një atmosferë të rënduar dhe një raport të prishur mes dy vajzave. A do të arrijnë ato të sqarohen apo ky konflikt do të thellohet edhe më shumë? Kjo mbetet për t'u parë në ditët e ardhshme. Sherr mes Danjës dhe Rozanës, akuzat për interes dhe hipokrizi në një moment tensioni në shtëpinë e Big Brother. Danja dhe Rozana përplasen ashpër, duke shkëmbyer akuza të forta. Danja, e irrituar dhe e bindur se Rozana po luan një lojë të dyfish, e akuzon atë hapur se qëndron pranë Gjestit vetëm për interes. "Ti je një njeri pa fytyrë, Rozan," i tha ajo me një ton të lartë, duke e shikuar drejtë në sy. "Gjithë kohën qëndron me Gjestin vetëm sepse të intereson të jesh në qendër të vëmendjes dhe të përfitosh nga loja e tij. Ti nuk ke as pak dinjitet dhe as nuk të intereson nëse ai po luan me ty apo me të tjerët." Rozana, e kapur në befasi nga sulmi i papritur i Danjës, ngriti vetullat dhe u mundua të ruante qetësinë, por nuk mund të mos e kundërshtonte atë që po dëgjonte. "Po ti kush je që të më japësh leksione mua?" i tha ajo me ironi. "Më shikon mua të rri me dik për interes? Unë të paktën nuk kam nevojë të viktimizohem si disa këtu brenda për të marrë vëmendje. Dhe po, qëndroj me Gjestin sepse dua, jo sepse më detyron dikush." Danja nuk u tërhoq dhe vazhdoi të sulmonte. Ajo e akuzoi Rozanën se e dinte shumë mirë që Gjesti po e përdorte, por sërish vazhdonte të rrinte me të, duke mbyllur syt për gjithçka. "Ti je e pafytyrë, Rozan. Në fillim mbaje anën e vajzave këtu dhe bëje sikur po i kuptoje, por tani ke kaluar në anën tjetër.
Ke haruar si qajo për Eglin? Si thoshe që gjesti e përdori? Po tani çfarë ndodhi? Apo është më e lehtë të jesh me atë që ka më shumë vëmendje? Banorët e tjerë, të cilët po dëgjonin nga afër këtë debat, nisën të komentojnë mes tyre dhe disa prej tyre dukeshin të pajtoheshin me Danjen. Rozana, nga ana tjetër, nuk e pranoi asnjë nga akuzat dhe tha se Danja thjesht po përpiqej ta ulte për ta bërë veten të dukej më mirë. Unë nuk I jap llogari askujt për vendimet e mia, sidomos ty, tha Rozana, duke u larguar me nerva. Duket se ky debat I ka thelluar edhe më shumë përçarjet mes banorëve dhe tani mbetet për t'u parë nëse ky shef do të ketë pasoja më të mëdha në marrëdhëniet e tyre brenda shtëpisë. Gjesti ngacmon Danjen dhe bën një koment që ndes reagime në shtëpinë e Big Brother gjatë një bisede të zakonshme mes banorëve. Gjesti nuk I kurseu komplimentet ndaj Danjes, duke e ngacmuar hapur për pamjen e saj fizike. Teksa të gjithë po bisedonin në obor, ai e vështroi me vëmendje dhe tha me një ton të sigurt dhe provokues: "Uf, sa e mirë që është kjo Danja. Po të mos kishte të dashur jashtë, do ta kisha kapur unë pa u menduar 2 herë." Kjo deklaratë shkaktoi reagime të ndryshme mes banorëve. Disa prej tyre filluan të qeshnin dhe ta shihnin si një batutë të zakonshme nga ana e Gjestit, ndërsa të tjerë u dukën të surprizuar nga mënyra e drejtpërdrejtë me të cilën ai e tha këtë gjë. Danja, që ndodhej aty pranë, qeshi në fillim, por më pas të shikoi me habi dhe tha: "Hëmë Gjesti, s'të ka dalë ende lojrat me të tjerat që tani pas ke filluar me mua?" Gjesti nuk u tërhoq, përkundrazi vazhdoi të ngacmonte më tej, duke I bërë një tjetër kompliment për trupin e saj. "Jo, seriozisht po flas. Ti ke trupin më të mirë këtu brenda, je më e bukura e shtëpisë. S'po të ngacmoj kot, jam me gjithë mend." Banorët nisën të brohorisnin dhe të bërtisnin: Gjesti po sulmon sërish." Ndërkohë që Danja përpiqej të ruante qetësinë dhe të mos binte prej e lojës së tij. Megjithatë, ky moment nuk kaloi pa vëmendjen e banorëve të tjerë, veçanërisht disa prej vajzave që kanë pasur përplasje me Gjestin. A mund të sjellë kjo një debat të ri në shtëpi? A është Gjesti I sinqert në atë që thot apo thjesht po bën lojë për vëmendje? Kjo mbetet për t'u parë në ditët në vijim. Filluar. Momente të ëmbla mes Jozit dhe Olës, një afërsi që po bëhet gjithnjë më e fortë në shtëpinë e Big Brother. Marrëdhëniet mes banorëve ndryshojnë çdo ditë, por duket se Jozi dhe Ola po krijojnë një lidhje të veçantë. Ata kanë kaluar një mbrëmje shumë të afërt, të mbushur me të qeshura, përqafime dhe shikime domethënëse. Teksa ndodheshin në oborin e shtëpisë, Jozi dhe Ola po bisedonin mes tyre, duke ndarë mendime, kujtime dhe batuta që I bënin të qeshnin me gjithë shpirt. Ola duke e lumtur dhe e relaksuar pranë tij, ndërsa Jozi nuk e hiqte shikimin nga ajo, si për të vëzhguar çdo reagim të saj. Në një moment lozonjar, Jozi e ngriti Olën në krah, duke e bërë atë të lëshonte një ritëm të lehtë gëzimi dhe të qeshte pa ndalur. Ola I mbështeti duart rreth qafës së tij dhe I tha mes të qeshurash: "Jozi, më lër poshtë. Po më bën të dukem si një fëmijë." Por Jozi nuk e lëshoi menjëherë. Ai vazhdoi ta mbante në krah dhe të rrotulloi paksa, ndërsa banorët e tjerë nisën të shikonin me kurreshtje dhe të bënin shaka me ta. Disa prej tyre filluan të bërtisnin: "Shikoni pak, këtu kemi një çift të ri." Ola u skuq lehtë nga komentet e banorëve, por nuk mund të fshihte buzëqeshjen e saj të kënaqur. Pasi Jozi më në fund e uli, ajo I dha një shpull të lehtë në krah dhe I tha: "S'do ta harroj këtë, do ta marrësh mbrapsht." Jozi qeshi dhe I u përgjigj me një ton ngacmues: "Ti vetëm gjeje momentin, unë jam gati." Ky moment I afërt midis tyre nuk kaloi pa u komentuar nga banorët e tjerë, të cilët filluan të spekulonin nëse ndoshta mes Jozit dhe Olës po lindte diçka më shumë se sa thjesht miqësi. A është kjo vetëm një lojë mes tyre apo një ndjenjë që po rritet? Kjo mbetet për t'u parë në ditët në vijim. Momente romantike mes Laertit dhe Valbonës, një lidhje që po forcohet. Mbrëmja në shtëpinë e Big Brother u mbush me emocione, ndërsa Laerti dhe Valbona patën një moment shumë të afërt që nuk I shpëtoi syrit të banorëve dhe kamerave. Teksa ata ndodheshin në këndin e relaksit, të ulur pranë njëri tjetrit, Laerti e shikonte Valbonën me një buzëqeshje të butë, ndërsa ajo kishte një shkëlqim të veçantë në sy.
Pasi shkëmbyen disa fjalë të ëmbla dhe shaka mes tyre, Larti e tërhoqi ngadalë Valbonën drejt vetes, duke e përqafuar fort. Valbona nuk e shmangu këtë afërsi, përkundrazi, ajo vendosi kokën mbi kraharorin e tij, duke dhënë një sinjal të qartë se po ndiheje sigurt dhe e lumtur në atë moment. Ndërkohë, banorët e tjerë nisën të vëzhgonin me kuriozitet këtë moment të veçantë, disa prej tyre duke buzëqeshur, ndërsa të tjerë duke përshpëritur mes tyre se ndoshta midis Lartit dhe Valbonës po lind diçka më shumë se thjesht një miqësi. Atmosfera u bë edhe më romantike kur Larti i dha një puthje të ngadalë dhe të butë Valbonës, duke e bërë atë të skuqej lehtë, por pa e fshehur lumturinë e saj. Ai i fshiu me dorë një fije floku nga fytyra dhe i tha me një zë të ulët, por të ngrohtë: "Ti më bën të ndihem shumë mirë, më pëlqen të jem pranë teje." Valbona e shikoi në sy dhe, duke buzëqeshur me ëmbëlsi, iu përgjigj: "Edhe unë ndihem mirë me ty." Nuk e prisja që këtu do të krijoja një lidhje kaq të bukur. Ky moment nuk kaloi pa u komentuar nga banorët e tjerë, të cilët filluan të pyesnin nëse mes tyre po ndodhte diçka më serioze apo ishte thjesht një afërsi spontane. A është ky fillimi i një romance të vërtet mes Lartit dhe Valbonës, apo thjesht një moment i këndshëm mes dy miq? Mbetet për t'u parë se si do të zhvillohet marrëdhënia e tyre në ditët në vijim. Gjesti i bën një reng Rizartës, ajo del e lagur dhe e inatosur me të një skenë e papritur dhe plot humor ndodh në shtëpinë e Big Brother, kur Gjesti, me humorin e tij karakteristik, vendos t'i bëjë një reng Rizartës. Por situata përfundon me një incident që e lë atë tërësisht të lagur dhe të acaruar. Teksa banorët po relaksoheshin në obor, duke bërë biseda të zakonshme, Gjesti kishte kohë që po përgatiste planin e tij për të surprizuar Rizartën me një reng. Ai e pret momentin e duhur kur ajo afrohet pranë pishinës, duke mos dyshuar as pak se do të bëhej viktima e radhës e shakave të tij. Me një lëvizje të shpejtë dhe të papritur, Gjesti e shtyn Rizartën në pishinë, duke shkaktuar një zhurmë të madhe teksa ajo bie në ujë. Banorët shpërthejnë në të qeshura, ndërsa Rizarta del nga uji e gjitha e lagur, me flokët e ngjitur pas fytyrës dhe rrobat që i rëndojnë nga uji. Fillimisht, ajo duket të shokuar, pastaj fytyra e saj ndryshon krejtësisht në një shprehje zemërimi: "Gjesti, ti je i çmendur fare. Si mundet ta bësh këtë?" Ndërkohë që Gjesti qesh me të madhen duke shijuar reagimin e saj, Rizarta e shikon me nerva dhe nuk i besohet që ai e bëri një gjë të tillë pa paralajmërim. Banorët vazhdojnë të qeshin, ndërsa disa prej tyre i afrohen Rizartës për ta ndihmuar. Por ajo është tepër e inatosur dhe nuk do të dëgjoj asnjë justifikim nga Gjesti, mendova se do ishte një shaka e vogël. Thot Gjesti, duke ngritur supet dhe duke buzëqeshur. Rizarta, e acaruara deri në maksimum, e shikon me një vështrim kërcënues dhe i thot: "Po prisni se unë do të hakmerem, kjo nuk do kaloj kaq lehtë. Do ta shohësh se çfarë do të bëj." Banorët e tjerë e shohin me kurreshtje situatën, ndërsa Gjesti vazhdon të qesh, i kënaqur me rengun e tij, pa e marrë seriozisht paralajmërimin e Rizartës. Por a do të hakmeret ajo? Dhe si do të reagojë Gjesti kur të vijë momenti i saj? Rozana dhe Rizarta përplasen ashpër: "Pse i shkon pas Gjesti?" Në shtëpinë e Big Brother, tensionet mes banorëve vazhdojnë të rriten dhe këtë herë një debat i fortë shpërthen mes Rozanës dhe Rizartës. Teksa banorët po bisedonin për ngjarjet e fundit në shtëpi, Rozana, e cila duket e acaruar, i drejtohet Rizartës me tone të larta, duke e pyetur drejt për drejt: "Pse i shkon pas Gjestit? Nuk e kupton që ai po të përdor dhe po tallet me ty?" Rizarta, e habitur nga sulmi i papritur i Rozanës, mundohet të mbrohet, por ajo nuk e fshet sikletin e saj: "Unë nuk i shkoj pas askujt. Thjesht kaloj mirë me të si me çdo banor tjetër." Përgjigjet ajo, duke e parë Rozanën drejt e në sy. Por Rozana nuk ndalet. Ajo ngrit zërin edhe më shumë, duke insistuar se Gjesti është një lojtar i madh që manipulon dhe përdor vajzat për interesin e tij në lojë. "Ti nuk po e kupton që ai po luan me ty, siç luajti me Eglin. Po ti e shikon se si ai sillet. Ai e verbër, apo po bën sikur nuk kupton." Rizarta fillon të acarohen, sepse nuk i pëlqen që dikush tjetër i thotë se çfarë të bëj apo me këtë shoqërohet. Ajo e shikon Rozanën me nerva dhe i kthehet me të njëjtën forcë: "Po çfarë të duhet ty se me kërri unë? Është zgjedhja ime, nuk kam nevojë që të më japësh leksione."
Banorët e tjerë që janë të pranishëm fillojnë të shikojnë debatin me interes, ndërsa situata tensionohet edhe më shumë. Rozana nuk e ndal sulmin e saj dhe vazhdon duke i thënë Rizartës se ajo po bëhet pjesë e një loje që më vonë do e dëmtoj. Ti mendon se ai do të zgjedh ty? Ai vetëm po tallet. Mos bëj të njëjtin gabim si Egli, që u përdor dhe pastaj ja hodhi tutje si një leckë. Rizarta nuk e duron më dhe i drejtohet ashpër Rozanës. Po ti pse je kaq e fiksuar me këtë punë? Apo ndoshta ty të djeg fakti që ai s'po të kushton vëmendje? Unë bëj çfarë dua dhe nuk kam pse jap llogari para teje. Tensioni arrin kulmin dhe banorët përpiqen t'i ndajnë, por është e qartë se mes Rozanës dhe Rizartës tashmë është krijuar një armiqësi e hapur. A do të ndalet ky debat këtu, apo do të vazhdoj edhe më tej vijim? Rizarta dhe Gjesti përplasen ashpër, je një i pavlerë që të ushqejnë si fëmijë. Në një moment tensioni në shtëpinë e Big Brother, Rizarta dhe Gjesti përfshihen në një debat të ashpër që tërheq vëmendjen e të gjithë banorëve. Gjithçka nis kur Rizarta e sheh Gjestin teksa Rozana i sjell ushqim dhe e ushqen si një fëmijë të vogël, ndërsa ai qëndron i shtrirë në divan, i qetë dhe pa asnjë shqetësim. Rizarta, e irrituar nga kjo skenë, nuk mund ta mbajë më për brenda pa kënaqësinë e saj dhe shpërthen ndaj Gjestit. Ore Gjesti, po nuk të vjen fare turp? Po të ushqen Rozana si të ishe një fëmijë 5 vjeçar. A nuk ke dorë vet? Gjesti, i paprekur nga fjalët e saj, qesh dhe i përgjigjet me ironi. Po çfarë problemi ke ti, Rizarta? A të prishet ndonjë gjë se unë po ha i qetë? Rozana dëshiron të më trajtoj mirë, unë nuk po e detyroj. Por Rizarta nuk dorëzohet dhe e sulmon më ashpër. Gjesti, problemi është që ti nuk ke asnjë vlerë këtu brenda. Gjithkohës viktimizohesh, luan me njerëzit dhe tani po sillet Rozana sikur je një fëmijë i pafuqishëm. Ku janë vlerat e tua? A di të bësh ndonjë gjë vet? Banorët fillojnë të komentojnë mes tyre, disa duke qeshur, të tjerë duke ndjekur me vëmendje përplasjen. Gjesti ngre vetullat dhe e shikon Rizartën me një buzëqeshje ironike. Rizarta, e kuptoj që po vdes për vëmendje, por mos u shqetëso kaq shumë për mua. Unë jam mirë. E keqja është që ti je duke u djegur nga inati sepse askush nuk të vëre. Kjo e acaron akoma më shumë Rizartën, e cila e shikon me nervozizëm dhe i përgjigjet. Unë nuk kam nevojë për vëmendje, ndryshe nga ty që jeton vetëm për të bërë shfaqje. Ti je një i pavlerë që vetëm manipulon dhe luan me njerëzit. As ushqimin s'di ta hash vet, e lë Rozanën të ushqej si të ishe në kopsht. Rozana ndërhyn për ta qetësuar situatën. Hajde, mos e bëni kaq të madhe. Po e bëja për shaka, s'ka asgjë të keqe këtu. Por Rizarta tund kokën dhe largohet me nerva, duke i lënë të gjithë banorët të diskutojnë mbi këtë debat të papritur.